Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Bërë gati për dalë, se do shkoj të shoh për ulsen e makinës se Gjolinon, si që njohen të gjithë të Batolinës. Për dhja të vesh në gjurën pa. Dhe është të mera me vete, jam të tek dhoma e Batos. Kjo ka qenë një javë pak e çuditshme e rikthimit, sepse Bato ka shkuar në qerë dhe vetëm, dhe nuk ka shkuar shumë mirë e që situata, madje kam edhe regjistruar 2 ditë, dhe po jo vendos tu t'i shikoni. Kjo është dita e parë që Bato shkoj në qerë dhe vetëm. Nuk isha përgatitur për të xhiruar, sepse as kamerë nuk kam marrë me vete. Dje jemi kthyer nga Selaniku dhe isha pak në më dyshe nëse ta çonim apo jo Baton, por Hekri nguli kam që duhet patjetër se duhet filloj të mësohet. Dhe kështu që shkova qova. Që kur hyri, ju kujtua pak vendi, flas për jashta. Filloi ta shërmonte pak buzën, por fillova t'i thoja shive sa bukur lule, sa bukur pemë, do kënaqesh këtu, do luash me shokët, do më tregosh të shtëpia. Pra fillova t'i tregoj se sa eksperiencë e bukur do jetë për të në qerë. Dhe më pas na 5 minutash poshtë e çova sipër. Ndërkohë edhe gjatë shkallëve që ngjiteshin, i flisja se sa bukur ambienti, se sa bukur do kënaqet me shokët e kështu me radhë. Sa ja kam lënë Baton, ka filluar të qaj sigurisht dhe vendosa të pres poshtë. Ula aty te një bordur të gjelbërimi i qerdhes dhe po prisja se thash gjysmë orë të tali dhe po përtoja të shkoja të ulesha në një kafe, por pas qërë kore zbriti edukatorja dhe më tha që e kishte zënë gjumi. O zot, unë prisja që që të qante në rregull dhe që të luante pak. Ndërkohë ky bosi kishte qajt 5 minuta pse ja kishte fut kokrës gjumit dhe ishte duke fjet aty. Edukatorja më tha që o shko në shtëpi, o ulu në një kafe, domethënë mos prit kot këtu, do të thrasim ne kur të zgjohet, kur të filloj të luaj, që ta marrësh. Ja pra, kjo ishte day 1 i qerdhes së Batos vetëm. Prita sa të zgjohej Bato me të zotërin këtu poshtë zyrës dhe më thirrën, ka fjetur 40 minuta dhe tani po kthehem. Sot 10.000 hapat i bëra, me pak fjalë. Sa po erdhe në shtëpi, Baton e gjeta me edukatorin, ishte ulur tek ajo dhe ja bën të kështu. Dhe sa më pa, vetëm ja plasi një vaj, kështu me buton, pik. Okej, pastaj vazhdoj çaj derisa kisha marrë çushën me vete, thjesht për siguri dhe kur ulin karrocë ja dhash pak derisa u qetësua. Më pas bëri dramën tjetër, u ndala t'i bleja banane dhe mendoj se po e lija aty dhe filloi sërish të qante derisa e kuptoj që nuk po e lija aty. Dhe hëngri banane, e ka bërë lëm çdo gjë se ja kisha vesh Klara. Sot është dita e dytë që do të çojmë Baton vetëm qerdhe, po nisi me shi, zbrita poshtë se nuk ishte shi deri tani dhe jepte që nuk do binte shi, por ja që filli shiu, po na përndjekë shiu dhe vendosa të pres pak Hekrin që të më ndihmojë pak të ikim me makinë me Baton. Aty ku ndodhet kjo qerdha shtetërore është një rrugë vetëm me një kalim dhe nuk ka parkime afër, është pak vështirë, kështu që i thash hajde shkojmë bashkë që të kuptojmë se si t'ja bëj në raste të tilla të tjera. Dhe kështu, shohim. Ja, po e çon Hekri Baton shpejt. Dhe po që unë jam nga mrapa. Dhe Bato po më qesh nga larg, se mendojnë që po luajm kape, se atë lojën e ka shumë qejf, kape Baton. Dhe përveç kësajt, Batos janë duke dalë të 4 dhëmbët këtu përpara, me njëherë, ka komplet të fryrë dhe ka 2-3 ditë që nuk flen fare natën dhe grinte gjithë kohës. Jemi munduar, nuk e di, t'i jap ndonjë ushqim që nuk e di, kastraveci, sikur e lehtëson pak, ato gjelërat për dhëmbët e lehtësojnë pak, por nuk bën ndonjë mrekulli. Dhe kështu që 2 ditët e tjera përfundova që nuk e çova Baton, përveç kësajt, sepse kisha frikë që mund të
ishte duke u smur, ose kishte dhëmbët, nuk isha e sigurt, po pastaj basi pash situatën e dhëmbëve, thash janë dhëmbët. Nëse shpresojmë që javën tjetër situata të jetë pak më mirë. Kemi dhe 2 ditë që të rifilloj që erdhe mbato, kështu që shpresoj deri këto 2 ditë t'i kenë dalë të paktën të jetë bërë ajo qarja e parë, 2 dhëmbëve janë duke dalë këto të qenit fillimisht, pastaj besoj do t'i dalin edhe ato 2 të tjerët me një herë, sepse janë komplet, gjithë kjo zona këtu është komplet e fryrë dhe fort dhe gati për të dalë. Dhe kështu siç e pa gjendja e qerdhes no good. Edhe pse do mundohem që t'jem pozitive, që edhe Batosi transmetoj gjithmonë energji pozitive. Anyway, ka ardhur gjithashtu dhe mami i Hekrit. Madje sot ajo me Hekrin na bën një lloj pice të lartë dhe ja, ku po ju tregoj një video të shkurtër gjatë kohës që ishin duke gatuar. Shife kë kemi dhe këtu. Dhe kjo paka shumë këto kanë qenë ndodhjet më shumë ka qenë fokusuar tek qerdhja e Batos dhe tek rikthimi i lavatricet se largohesh tek 4 ditë dhe çdo gjë këtu kthehet përmbys. Mirë. I lejm fjalët tani dhe marrim Baton, gjithë mblidhemi gjithë se do dalim gjithë dhe të shkojmë të hunting për këtë Segjolinën dhe për disa gjëra të tjera. Ndalesa e parë është këtu te Toptani. Në bazë të sugjerimeve që më keni dhënë, po ja vendos ty listën, tek Toptani gjeta disa nga dyqanet për të parë, për të vizituar dhe për të vendosur pastaj. Këtu që e hap dhe mbyll, pastaj pas 13 vjeç, kur të fëmia 3 vjeç, ti mjafton thjesht me këtë butonin dhe e heq fare këtë dhe e përdor me rrip siguri. E kuptoj, pra nuk e përdor më me atë pjesën. Dhe kjo nuk ka pjesë, ka të instaluar gjithë këtë pjesën. Ka të instaluar këtë pjesën. Isofixi. Në rregull. Versione të tjera keni përveç kësaj? 15 muaj jo, pastaj është ky versioni këtu që përdor nga 3 deri në 12 vjeç me rrip siguri. Nëse është pak më i madh. Në rregull. Është i madh, që mendoj që do ishte më mirë ajo. Po kjo sa shkon? Kjo do bazën patjetër. Po, e shoh. Dhe të shkon diku te 819 mos gaboj. Ne kuptoj. Se unë faktikisht po shihja diçka të tillë, edhe pse kjo më duket pak si shumë e madhe për Baton, si shumë. Të butonin këtu e ulin sipas dëshirës. Okej. Edhe atë ekër e ngrije, jo atë kur tritet pak më shumë. Nuk është për moment. Jo, kështu e bën. Edhe vendos. E vendos aty dhe ngushton atë. Dhe ngushton s'pas ka fora stra. Vendos te izofixi aty. Cute këto lampat, shikoni sa bukur. Ju tregova një model që kemi parë mbrëm online dhe që Hekrit i pëlqente shumë nga Cyvex. Akoma s'kemi parë modelet që na këshilluat ju, po ndërkohë po ndalojmë dhe tek Genthi për të parë disa këpucë për Baton. Me Rion. Silja pak këndo. T'ja marrë 21-shin, t'ja marrë 20 fix, apo pastaj Ajo ka ato izofixin e vendosur? Kanë vetë të gjitha më këto. Po. Po ato e kanë sigurinë për shkakun si këto të tjerat? Këto që kanë sigurinë si këto të tjerat flas. Me izofixin. Po, që kapen. Izofixi është më i sigurt se sa rripi sigurimit, se rripi. Jo, absolutisht, po se sa kjo struktura tjetër flas. Kjo që ka dalë tani këto. Po. Kjo kësaj kanë hequr pjesën që ka patur mbrapa si përforcues sigurie, përveç dykunjave kanë një përforcues sigurie mbrapa. I kanë hequr atë dhe i kanë vendosur këtë. E kuptoj. Pak a shumë e njëjta gjë. Këtu është brendi Maxi Cozy, por modelet janë pak vjetra. Model tjetër, ky është shumë i bukur nga Maxi Cozy, këtu te shtëpia e Lodrave. Dhe është nga 15 muajsh deri në 2 vjeç.
Po e zgjodh diçka se full e ka shpinë. Edhe guzhin ka. A few moments later. Besoj se u kuptua se cilën seggiolino kemi marrë, por do t'ja tregoj pas pak se Bato është aty duke luajtur me kutinë. Do t'ju tregoj edhe disa gjëra të tjera që i kisha në një listë për t'u marrë për këtë periudhë. Fikë së pari tek Gently i bleva një palë koput. Bato kontrollova pak Baton se filloi të kollitej. Mora këto këpucët që ishin me ulje dhe na hodhi Bato këtë. Këto kushtuan 30.000 lekë ose 3.000 lekë të reja, se fola me të vjetra, nga 40. Pra si të them nga 40 euro në 30 euro. Dhe janë të brandit Chichiban Sport, se kisha dëgjuar asnjëherë, por më pëlqyen për dy arsye. Pikë së pari ishin super të lehta, nuk ishin shumë të lehta dhe shumë se tani kjo janë të mbushura me letër, por janë shumë të lehta dhe shumë fleksibël. Janë këto dy gjëra që më pëlqyen shumë, edhe kjo ishte që përthye kollaj. Modeli është i tillë, cute, mund të vishet me shumë gjëra, gri blu me këto detajet kështu. Tjetër, mora biberon sepse ato që kishte ja kam hedhë të gjitha, se u bën gati një vit e sa që i laj shplaj thaj, dhe i mora këto të bipsit këtë herë, duke qenë se Çuçun e preferon akoma të bipsit. E mora një të pak më të vogël, një më të madh, kushtonte 24 euro, po flas në euro se është më thjesht që të kuptojnë të gjithë. Kjo ka edhe 3 kokat me flow të ndryshëm, nga slow i ngadalt në të shpejt, dhe i mora në këtë material, jo në qelsi se Bato i hedh natën nga nervat dhe thyhen. Mirë, këto e mora tek Bikids, aty ku morëm edhe segjolinot. Tjetër, tek shtëpia e lodrave, se desha më thënë tek shtëpia e bebes, mora këtu për në qerdhe, janë kështu të hapura dhe janë praktike, me këtë dizajnin me dinosaura, shumë cool, dhe këto ishin nga 22 euro në 17 euro. Masat e këpucëve i ka marrë të dyja numër 20. Dhe përveç këtyre mora këtë pakon e çorapeve, ja si janë, me arusha, me kafsh, më sakt, me dizajne të ndryshëm, me viza, me shkrime, ja, arush, luan, kështu me rallë. Këto kishin dhe nga këto që nuk rëshket. Dhe këto ishin nga 11 euro në 8 euro dhe janë gjithsej 5 palë. Pastaj, tjetër, u ndalova dhe tek HM-ja për të marrë disa body të mëdhaja, sepse më ka sugjeruar pediatri që gjithmonë, sidomos djemt, për shkak të pjesës së poshtme, duhet të kenë gjithmonë body më të mëdhaja, pra jo fikse për moshën, por më të mëdhaja në mënyrë që mos të shtrëngojnë shumë poshtë, se mund të shkaktonin disa patologji e tjera me radhë, por mund të pyesni pediatrin tuaj. Dhe duke qenë se Batos kanë filluar t'i bien pak të vogla këto që ka, shkuam t'i blenim të reja. Zdita por se Bato nuk ishte ashtu dhe mora, po tregoj një palë kështu, mora këto që janë gri e errët, gri e qelët edhe bezh. E shikoni, janë me këto mbullakët me mëngë të shkurtra, sepse këtu në Tiranë bën do filloj edhe pak vapa, me kopsa. Këto i mora nga 1 vjeç e gjys deri në 2. Mora 2 pako dhe më thanë që duke marrë 2 pako të tretën e ke falas, dhe për këtë vendosa të marrë në vend të me mëngë të shkurtra, mora një set me kanatiere. I njëjti material, i njëjti koncept, por kanatiere këtë herë. Pra këto e mora falas, pagova vetëm këto. Një pako nga këto që janë 99% organik, kushtonte 15 euro, pra i ka marrë këto 30 euro dhe këtë e ka marrë falas. Gjithashtu Bato gjeti dhe këtë kushtonte 4 euro, ishte nga HM Home. Ja marrë me këtë. Mirë, do vendos Bato në gjumë dhe më pas kur të montoj gjolinon,
me hekrin, do t'ju tregoj më saktë të gjitha gjërat dhe t'ju updatoj pak më mirë mbi modelin që zgjodhëm. Ja ku është momenti i hapjes, besoj e kuptuat modelin që kemi marrë. Ajo që më bëri përshtypje ishte që sistemi, mekanizmi ishte i bërë në Gjermani, e thëmtë edhe të etiketa. Kemi marrë këtë ngjyrën e veçantë se na u duk më e bukur. Jemi nisë për të zeza, po në fund fare as karrocën, as to si kemi marrë zeza. Ja. Taran! Ja na tregon pak hekri. Ja pra, ky është modeli që e pam edhe bashk atje. Do ta provojmë mirë ta ulim baton, a do qëndroj, sepse meraku im është këtu se si do ndihet. Modeli është ky dhe siç thot ka 40% është 40% më i sigurt se tjera. po se ka dhe këtë sistemin këtu dhe më shpjegoj ajo vajza që edhe mbështetja të kurrizi është më e mirë, ja ku është dhe bato. Duke provu, inshallah i pëlqen. Inshallah qëndron. Dhe këtu është pjesa e izofixit që kapet në makinë me dy struktura. Edhe me pjesën e sigurisë këtu nga mbrapa. Tani, kjo pjesa këtu, kjo struktura këtu, përdoret deri në 20 kg, pastaj vendoset me rrit sigurimin. Ja ky bosi hiqa atë, vëra kapakun se pëlqeu dhe prakticiteti, fakti që o e hapje këtu, ose e heq këtu si rrit sigurimi. Vose, bësh aventura. Ja dhe këtu si që tregova. Ja dhe këtu si që po ju tregoja, thot që pjesa e inxhinierisë është bërë në Gjermani dhe ky është modeli dhe këtu kur mund përdoret, pra nga 15 muajsh deri në 12 vjeç, nga 9 deri në 50 kg. Bato vazhdon akoma ta shohin nga kurioziteti. Dhe unë ula këtu në majt divanit ndërkohë. Dhe si që po ju thoja, nuk po ju thosha atë. Atëherë, doja të bëja një recap të modeleve që kemi parë. Mendoja që do kishte më shumë maksikozi, sepse unë nisa për maksikozi duke ditur famën që kanë për prodhimin e segjolinove, por tek shtëpia e lodrave kishte realisht pak modele të vjetra, përveç atij modeli të fundit që më pëlqeu shumë, që kushtonte diku tek 350 euro, po flas në euro më mirë. Paka shumë tek i njëjti çmim si ky që kemi blerë ne. Modelin që kemi blerë ne e gjeni edhe në website-in e Bikicit. Ky nuk është sponsorizim, ky është thjesht po ju tregoj sepse gjithmonë më kërkoni më shumë detaje për blerjet e Batos. Kështu që mjafton të hyni tek webi dhe shihni çdo informacion, ne kishim hyrë paraprakisht. Vose. Po i pëlqej kam duket. Edhe siç po ju thoja, maksikozi ngela pak e zhgënjur jo nga brendi, po nga lëshmëria këtu, ndërsa tek Pink and Blue, që ndodhet në katin sipër fare, tek sektori karroca, se ishin dy dyqane, një e dedikuar lodrave dhe një pjesë e dedikuar gjithë tyre karrocave, krevateve të tjerë. Aty më pëlqeu një model nga Kiko që ishte diku tek 400, jo nga 400 në 300 me ulje, dhe një model tjetër që nuk e mbaj mend emrin, brandin, por e gjeni tek videoja dhe ajo më tha që këtë e kam preferuar shumë, ishte diku tek 200 euro. Pastaj kam parë dhe dyqane të tjera, por që kryesisht ç'është vërteta hekuri i ka pëlqyer shumë që një natë para ky modeli Cybex, dizajni, ngjyra, teknologjia, ose më saktë inxhinieria dhe pjesa e teknologjisë, inxhinierisë, sigurisë, sepse ishte 40% më i sigurt se një Sigillino tjetër.
Kështu që në fund e pash që Hekri donte këtë model dhe thash, ok, nuk po e zjasim më, po e marrim direkt. Nuk kam shkuar tek Dodo Kids, që kanë dhe ato një model Be Save, që është nga Danimarka më duket, por ai është, nëse nuk gaboj, diku tek 500 euro me kosto, nuk e di, ndoshta gaboj, sepse Dodo Kids nuk i ka çmimet online dhe duhet shkosh atje fizikisht. Pastaj tjetër ishte edhe dyqani Kikos që ndodhet në blok, po aty përtoja të shkoja them drejtën. Dhe është një Panda Kids, një dyqan tjetër që edhe aty nuk arrita të shkoj. Dhe kështu, shpresojmë që gjitha këto informacione që ndava me ju sot t'ju kenë shërbyer për sa i përket fëmijës tuaj, ndërkohë Bato ka filluar është lëshuar me të ecurën. Akoma ka shumë frikë, por kur nuk e ka mendje ecën nëpër shtëpi dhe pastaj kur kujtohet ulet prap. Por që avash po i largohet frika. Mirë, unë ju përshëndes, faleminderit që na ndoqët edhe në këtë vlog. Shihemi në vlogjet e ardhshme.